më shesh, kjo protest në fakt nuk ka përcjell vetëm një mesazh, por edhe ka ekspozuar edhe një krizë besimi. Sigurisht që lidhet me atë se çfarë qeveria Rama ka ofruar për këta njerëz në vitet e ekzistencës së qeverisë së tij. Janë me 10 ditë, sot numërohen mbi 80 ditë të protestuesve në sheshin Skënderbej, të cilët ata pretendojnë se kanë kërkuar llogaridhënie nga qeveria Rama, ndërsa opozita në shpesh raste ka tentuar të mbajë protestën si të gjallë dhe të kthej pakënaqësitë në presion politik. Pyetja është se çfarë ka ndryshuar realisht mbas 80 ditësh. Sot ne mësuam nga mediat ndërkombëtare, por shumë shpejt u përfshirë nga mediat shqiptare, lajmi që qeveria shqiptare e cila ofroi Kushnerit një projekt në Sazan është bërë objekt hetimi në Senatin Amerikan. Pazarit mes familjes Trump dhe Shqipërisë, por edhe Serbisë, duket se nuk do të jenë kaq të qeta. Bëhet fjalë për një shumë e cila nga Senati Amerikan pretendohet se Donald Trump ka përfituar, pra dhëndri i Donald Trump, Jared Kushner, ka përfituar rreth $157 milion që nga viti 2021, por nuk ka deklaruar asnjë kthim për investitorët. Pra, a do të jetë ky rast një trumpet edhe për qeverinë shqiptare, mbetet për të parë. Nëse Senati Amerikan dhe të djatha amerikane involvohet në hetime të cilat lidhen me njerëz të afërm, pra të familjes Trump, të presidentit amerikan, i cili vazhdon të jetë në pushtet, do të thotë që gjërat nuk janë mirë as për qeveritë e tjera të cilat kanë nënshkruar kontrata besimi, por jo vetëm në letër dhe kontrata monetare në emër të presidentit amerikan. Thuhet që i shqetësuar për konflikte, interesi dhe fshehje të investitorëve, kreu demokrat i Komitetit të Financave në këtë Senat i ka dërguar një letër përfaqësuesit ligjor të një kompanie të përfaqësuar pra nga Jared Kushner, duke i kërkuar informacione për të gjitha paqartësitë të cilat lidhen me operimin e kompanisë. Duke filluar pikërisht këtu. Duket se kjo do të jetë gjeneza e një gjëje të madhe e cila pritet të ndodhë brenda Senatit Amerikan, brenda Shtetit Amerikan, brenda qeverisë amerikane, por mbase edhe brenda familjes presidenciale. Ajo që neve na intereson është fati i Shqipërisë në këtë gjurëlldi, edhe në këtë marrëveshje, apo në këtë le të themi tjetërsinë të pronave në Shqipëri, shitjes së tokave, pa pyetur askënd dhe pa marrë askund leje apo pa marrë askund një miratim. Kryeministri shqiptar, zoti Edi Rama, në fakt ditët e fundit e ka zbutur pak gjuhën në lidhje me ata që sot marshojnë çdo natë apo mbajnë fjalime poshtë dritares së zyrës së tij. Brenda Partisë Socialiste, kohët e fundit kemi parë që janë shfaqur edhe zërat të pakënaqur, por deri tani ato janë kthyer në një përplasje të hapur edhe me leadershipin, i cili është gati që të ndryshojë qeverinë çdo javë, çdo muaj, çdo ditë mbase, deri sa të gjejë qetësinë dhe rahatin. Pra, zërat brenda PS-s, të cilët shpesh kanë qenë kundërshtar apo kanë qenë kundër, kanë gjetur edhe në përjashtime të mbledhjeve që kryeministri Rama ka bërë ditët e fundit. Ata të cilët kanë qenë prezent janë shpesh ata të cilët heshtin për vendimet e tij, miratojnë, madje edhe kanë për detyrë të bëjnë share çdo postim të kryeministrit në rrjetet sociale.
Arlind, protesta në ditët e 80-ta. Ka një emër për që? Ka një përkufizim? Emrin e ka thjesht është historike, sepse kur në historinë e vendit tonë nuk ka pas protestë kaq të madhe, kaq gjatë dhe me kaq potenciale të mëdha për ndryshuar sistemin politik dhe ekonomik në Shqipëri. Kështu që qofse duhet vetëm një fjalë për ta përmbledhur gjithë protestën, do ta quaj historike. Dhe ne jemi fatlum që secili nga modestinë e vet bën një hap ta përjetojë edhe të kontribuojë sadopak në këtë proces historik. Ti e quan historike dhe sigurisht që i vë një kontent, por e kishe menduar që të shkonte deri këtu? Unë jam ndoshta njeriu më optimist në spektrin politik shqiptar, që thotë edhe në ditët më të zymta kam qenë optimist për popullin shqiptar, mirë po kjo që ka ndodhur muajt e fundit ka tejkaluar dhe optimizmin tim të zakonshëm. Mua më shkonte mendja që një moment do ndodhte diçka, por jo kaq e madhe, jo kaq e bukur sa s'ka qenë deri më sot, edhe jo me këtë lloj vazhdimësie, mirë po populli ka mundësinë të na befasojë të gjithë dhe për mirë, kështu që jam i lumtur këtë gjë. Presim shtatorin? Po ne e bëjmë shtatorin, jo thjesht e presim shtatorin. Do thotë secili nga ne që është këtu në masën e qytetarëve mundohet që përmes fjalës, përmes mendimit, edhe përmes shembullit të ndikojë që të vinë sa më shumë qytetarë në protestë, sigurisht me shtatorin, ringjallet jeta ekonomike dhe sociale e vendit, ka më shumë të rinj në qytet, kështu që pritshmëritë e gjithkujt janë që të jetë më e madhe protesta. Zakonisht ne gazetarët thonim që në shtatori do të jetë i nxehtë, për shkak të dosjeve, për shkak të zhvillimeve. A do të jetë i nxehtë shtatori në shesh? Unë besoj se po, sepse tashmë iniciativën e ka shoqëria. Deri dje ne kemi pas prit nga subjekte jashtë shoqërisë. Herë ambasadat, herë drejtësia, tani ato mund të vazhdojnë bëjnë punën e tyre, se nuk kemi as kontakt me ta, as kemi si ndikojmë ata, po faktori kryesor politik në një vend gjithmonë është populli. E fatmirësisht populli tashmë e ka marrë iniciativën dhe unë kam bindjen që në shtator-tetor nuk ka rëndësi muaji, do të arrim qëllimet kryesore dhe qëllimi i parë është ta detyrojmë Edi Ramën të jap dorëheqjen. Mendojnë që kjo protestë do të ketë një mbështetje ndërkombëtare perëndimore apo amerikane? Nuk ka rëndësi. Mbas edhe bashkë të dyja që të japin një dorë kësaj proteste apo për të vendosur mbi largimin, se duket sikur Rama është çik më stoik, edhe në qendresën e tij, pavarësisht se këto ditët e fundit e ka zbutur pak gjuhën me ju. Kjo protestë ka mbështetje ndërkombëtare, nëse referojmë për shembull mediave ndërkombëtare perëndimore. Si asnjëherë më parë kanë mbuluar atë që ka ndodhur në Shqipëri, madje kanë thënë që ajo që po bën populli shqiptar është një mësim edhe për popujt e vendeve më të zhvilluara. Ata kish prit mendja ndonjëherë ty që do thuaj kjo gjë në përbot. Pra që populli ynë në lëmin e demokracisë të ishte shembull kuptimin e potencialit edhe të aktivizmit. Po ashtu ka faktor politik perëndim që janë shprehur publikisht. Partitë e gjelbra për shembull, edhe partitë të smajtës, evropiane dhe perëndimore. Po të referohem një nga senatorët më të rëndësishëm amerikan, Bernie Sanders, si figurë kyçe në Partinë Demokrate Amerikane, e ka mbështetur protestën. Dhe unë shpresoj që në muaj në vazhdim edhe të tjerë figura të nderuara të jetës politike perëndimore ta përkrajnë këtë protestë, sepse është në të mirën e Shqipërisë, duke qenë në të mirën e Shqipërisë, është në të mirën e përparimit përgjithësi botror, se e mira e Shqipërisë është e lidhur me po edhe me perëndimin, po ne nuk kërkojmë diçka që është furrizë të tjerëve. Kërkojmë drejtën tonë dhe nga drejta e një populli përfitojnë edhe popujt e tjerë, pse jo? Unë shpresoj që europianët ta kenë kuptuar që Shqipëria nuk është ajo e përparimit, por është një vend që vitet çdo ditë dhe la një ditës në fakt ka qenë Senati Amerikan, i cili ka nisur një hetim në lidhje me Jared Kushner dhe paratë që janë përfituar apo këtë dealin që bëri qeveria shqiptare, po jo vetëm shqiptare, dhe serbë, bashkë me Jared Kushner. E shikon këtë si një shkëndi që mund të mbërritet. Është lajm shumë i mirë, sidomos nëse shkon deri në fund. E ka marrë iniciativën një përfaqësues i Partisë Demokrate në dhomën e përfaqësuesve të SBA. Në nëntor në SBA ka zgjedhje parlamentare dhe gjasat janë që nëse demokratët kanë paktën shumicën në një prej dhomave të Kongresit Amerikan, do të çojnë përpara këtë iniciativë dhe do hetohet, besoj unë, me seriozitetin e dur. Unë lexova një artikull të medias amerikane që thoshte duan të hetojmë korrespondencën midis Jared Kushterit dhe Edi Ramës. Do mendoj që nëse hetohet ajo gjë do dalin gjëra shumë interesante.
për mënyrën se sa keq qeverisë Shqipëria dhe se si Edi Rama është i gatshëm të shes gjithçka, popullin e vet, shtetin e vet, territorin e Shqipërisë, vetëm që të ketë disa përparësi politike pa merituara ose të bëj para ai bashkë me oligarkët. Do ishte një lajm i mirë, gjithsesi unë mbetem i parimit që populli shqiptar është faktori kryesor politik në ndryshimin e gjendjes në Shqipëri. Si e shikon vizitën e Aleksorosit, Darkon me kryeministrin, vizitën e kryeministrit në presidencën franceze? A e kam kryeministri shqiptar atë lavdin të këtë huaj mbështetjen? Jo, Edi Rama po e humb mbështetjen ndërkombëtare. Gjithsesi, kur pyet për Sorosin, unë ushtroj një pyetje retorike, ç'pun ka Alex Sorosi, ç'i duhet atij, domethënë. Dhe mua më duket sikur Edi Rama i përdor këto takime për të shtënë këtë mendësinë konspirative në shoqërinë shqiptare, që njerëzit zihen me njëri tjetrin e kështu me radhë, ndërkohë që ai zotëri s'ka pse të ketë punë me Shqipërinë, nëse ka Edi Rama shok personal, le të luajë domino bashkë, por nuk ka pse të ndërhyj as ai as faktor tjerë që nuk kanë një përfaqësi politike. Pra, ndryshe është institucionet e një shteti që mund të kenë marrëdhënie partneriteti me Shqipërinë, ndryshe janë personazhe privat që për mendimin tim s'duhet të kenë impakt në Shqipëri, por ama Edi Rama është duke përdorur këtë takim për të mbjellë frymën e përçarjes brenda protestës, por për mendimin tim nuk do ketë sukses. Nuk do ketë sukses. A është përçarë protesta? Jo. Ka të infiltruar, besoj unë, nga partia në pushtet, por mund të ketë pasur nga dita e parë. Ama protestuesit janë inteligjent, e kuptojnë kush janë përçarë, si kush janë të infiltruarit, distancohen nga ata, ua bëjnë me gisht. Në çdo lëvizje të madhe shoqërore ka njerëz të infiltruar që i shërbejnë pushtetit për arsyet nga më të ultat, mirë po masa e gjerë qytetarëve i tejkalon ata. E shef kryeministrin Ramon edhe në 2030? Jo, unë nuk e shoh as në 2027 jo më 2030. As 2027. Kam besim dhe jam optimist se shoqëria shqiptare, pa diskutim. Ka nisi procesi historik, kështu që ka shumë njerëz nuk kanë dalë kurrë në historinë e Shqipërisë, kur dilin më pak arritën të rrëzojnë një sistem diktatorial, 90-91. Sot këto muaj që kanë qenë më të shumë, doja dalin të rrëzojnë një palo qeveri, pavarësisht se është e kapur nga krimi organizuar dhe nga oligarkia. Alin, ti shuhesh për këtë fjalën e drejt për drejt, edhe sigurisht ke e 2 sekonda dhe lash. Si e shikon rolin e SPAK-ut në lidhje me hetimet, në lidhje me dosjet, po flas për njerëz të cilët mbajnë ose janë stinda e kryeministit. Ka bërë të hapa të mirë, mirë po duhet bëjmë më shumë. Duhet bëjmë goxha më shumë. Fakti që nuk ka ende një hetim dhe një akuzë për Edi Rama tregon shumë. Është i paaft? Mbase është në presion, mbase nuk e di ta them. Unë shoh vetëm ato që shoh dhe kuptoj nga jashtë. Dhe ka ende shumë punë për të bërë. SPAK-u ka bërë ta punë të mira pa diskutim, duhet bëjë goxha më tepër, duhet bëjë atë që bëri drejtësia italiane në fillim të viteve 90, domethënë, shpërbeu duke luftuar korrupsionin në sistemin e vjetër politik. Kështu që qoftë ata duan ta meritojnë rrogën e tyre, nuk duhet kursejnë askënd. I shikon arrogant sot kryeministrin bashkë me qeverinë e tij, edhe sikur po i bën një lloj sfide edhe SPAK-ut edhe ne, ëh? Shiko, Edi Rama ka qenë arrogant pa qenë kryeministër. Është mungesë edukate, besoj shumë më herë se sa. Ai tashmë është super arrogant dhe por ama unë besoj që kjo një farë kuptimi shërben së protestës, sepse i motivon më shumë qytetarët që dalin dhe të kundrivojnë qeveria që është vetëm e korruptuar, po edhe arrogant. Se nuk ka më të keq kur hajduti është arrogant. Do t'i bësh një thirrje publikut të atyre që nuk janë besim që vinë këtu, ose që duan një lloj nxitje për të ardhur në shesh. Hajdrini sa më shumë, do marr shembullin e një protestuesi shembullor Gonit, ai që valvit flamurin, ai djalë është punëtor, punon tetor, punë vështirë, e gjen kohë pastaj, jo vetëm të vi, por edhe për orë të tëra të valvit flamurin, kështu që kur vjen Goni duhet vi secili nga ne. Alin, faleminderit edhe. Ishte kënaqësi. Zoti Mujzi, protesta në ditën e 80-s shqiptar. Si po të duket? Me zhvillimet e saj, me ndryshimet që ka patur, me retorikat e kryeministrit, po jo vetëm. Protesta, si që shohëm, askush se ka besuar që do të zgjaste 3 muaj, sidomos gushti si muaj i vdekur, nuk e mendonte kush që nuk do të nale as i ditë. Për mua ka dhënë shumë efekt në faktorin ndërkombëtar. Ramon e ka zhvesh në atë megalomanin e të dukurit si padrino i votës shqiptarëve, jo kam të edhe mandate, jo hokatari modh me atletet bardha, i ule melonin gjujt, ashtë jo shumë gjujt para të gjithë melonve, shalqive dhe bostanve që ka Europa, gati me Gjermont, është 3 qerek non grada,
ajo loja që i mirë me të gjithë nuk i shkon ma, pra nuk ka ngel media në Europë dhe për te oqeanit pa dhamë dhe pa transmetuar. Dhe pa ardhur këtu në fakt në shesh. Edhe po mos t'jenë tu, pra pa transmetuar sekuenca nga kjo protest. Pra është një arritje shumë e madhe e kurajës qytetare dhe rezistencës tyre në 3 muaj rresht të dalë në të qesh. Për mu s'ka s'është fare rëndësishëm numri. Ta nuk pretendojnë dhe unë e kam thënë publikisht që nuk pres që nga kjo protest të krijohet forcë politike. Unë personalisht. Nuk e do apo nuk e pret? E du shumë. E du shumë, por nuk e Por pret. kjo është një amalgam. Pra, aty ka socialistë që kanë votuar Ramon, ka demokrat, ka republikan, ka pa parti, ka gri. Pra, nuk mund do të t'i rreshtosh tek një bindje të caktuar ideologjike apo politike për të kryer një subjekt caktuar politik. Do ta doja shumë. Por, ky efekt që ka dhënë në faktorin ndërkombëtar, se me të thënë drejtën përfaqësitë e vendeve të BE-s, pse jo dhe harruara me punë e ambasadës amerikane, Nemsi, kanë heshtë si fija e barit në 90 ditë protestë, unë s'kam pa në deklaratë tyre, të qëruar ose t'ju flasin shkojtju shqiptarëve. Madje as në një mesazh diplomatik nuk e kanë dhënë. Që kujdeseshin shumë në çdo protestë të opozitës së përdes, 2 ditë para të lajmërojnë qytetarët amerikanë që kujdes në rrugën nga Tajvani tek Hajvani, kujdes rrugën nga Hajvani ke Niko edhe pra sikur këtu po bëhej luftë. Nuk i kam parë të reagojnë, që normalisht duhet të reagojnë. Nuk do ta besoja, ose s'dua ta besoj që të gjithë ju ka ngecë karameli janë fyt. Ka shumë pare, 8 miliard euro buxheti i shtetit, plus pareve të trafikeve, parave të pista, parave të drogës, janë të mjaftueshëm për të blej grusht e nukush, jo shqipfolës që vinë me punë në Tiranë dhe sillen si baraktarë. Këto ditët e fundit ke qenë shumë aktiv në rrjetet sociale tuaja, në lidhje me pozicionin. Unë të falenderoj për vëmendjen që ke patur këtë ditë e fundit, se unë po thjesht aktiv jam gjatë gjithë kohës në rrjetet sociale. Sigurisht që kjo ka qenë një gjë që ti gjithmonë të ka karakterizuar ajo mprejtësia dhe deri diku edhe sarkazma. Po kësa radhe e ke patur me kreun e Spakut. Madje ke publikuar edhe disa fotografi të një shtëpie të pretenduar që i përket Klodian Brahos. Është shtëpia, ajo është kam publikuar 2 foto që mi kanë sjellë qytetarë. Një është një hotel që unë kisha kohë që e kisha dhe pak para meje e nxorën disa portale, që është një afër i tij që ka marrë leje, por resort nuk është ndaluar, por burimi i ardhur me rrogën infermieri është pak e habitshme për të bërë një hotel me vlerën 10-15 milionë euro. Ja marrë me kreun e Spakut sepse kur erdhi në fjalën e tij në KLP ishte me një bujë të madhe, madje në komision kur u kërkua heqja e imunitetit të Belinda Ballukut, më erdhi vështirë në ana profesionale, për çdo shqiptar që ka kulturë mesatare juridike, kur ti thu që kjo vepër penale rrezikon 35 vjet, do të thotë që ti e ke mbyll hetimin, po jep pretencën. Komisioni u çfry. Pra, në 9 muaj që Spaku drejtohet nga zoti Bravo, ka fikur gjithë fitinat e nezura të minave që patnes, sidomos 6 muajt në fundit, zoti Dumani. Apo. Dhe unë nuk besoj që në këto 9 muaj qeveria është bë dele, nuk vjedh. Tu është ngrit kuota, nëse ka qenë 20-25, ka shku 30-35%. Në çdo prokurim publik që bëhet. Hajdutët, taksidar, tatimlar, doganlar, hinu, vike me te, polici, janë shtuar, nuk është e janë ullur. Nuk kam parë të filloj një çështje kryesisht qoftë dhe nga denuncime publike. Edhe ka koqiduar, nështë që gjitha dosjet e nxehta i ka patur ky prokuror para se të bëhej shef Spak. Nuk ka keqje të njës hetim për atë që ka kërkuar Olafi, që është kontrolli i lartë i shtetit i fondeve të BE-s, për kripsën e AZBR-s. Nuk përgëzon një fjalë për 80-100 milion euro të anijeve të Bangladeshit i urikimit. Nuk flet për gjobën 120 milion euro të Bankrësit për Anila Demaj. Të 2 administratorët e Bankrësit, kinezi ekonomik dhe kinezi genetik, janë të vetë me të raste në 7 vjetë Spak që but nga arresti në burg, nga arrest shtëpie, nga arrest i shtëpies me detyrim paraqitje kanë dalë. Bankrësi u ka vjedhur shqiptarëve 15 miliard euro në 21 vite pasuri kontare. Doli Beqaj,
doli Gjyli, doli Rryli, ai. Çfarë ishin kapur? Pra, i zvarritje proceseve gjyqësore në mënyrë të pistë të dakordsuar. 11 gjyqje për Lefter Kokën. 7 masa arresti për Lefter Kokën. 5 herë kanë dënuar Fatos Tushe. Edhe kryetar bashkie, ku di unë, Shukriu, Lefteri, Emera, Vangjushi herë nxorën herë vutë. Gjyqi Kërtecit ka 6 vjet që bëhen ecejake. U dënu për 3 javë gjyqja i policisë Amerikë që bëri vrasje. Po sigurisht ku ka drejtësi? Pa, shoh që është një, nuk e se e bën nga padituria. Ja, është e qëllimshme. Pa sot një portal, kam respekt për çdo media, që i bën të avokatin që pse akuzoni ti ka bler shtëpi, te ka bler shtëpi. Është normal që tek i shqiptar do ta blesh shtëpinë po të jeto. Po. Por burimi i tarë për blej shtëpi me 2.000-2.500 euro metre apo një kat. Kush janë? Të s'kan biznes. E para, e dyta, nëse bëhet fjalë për një ndërtues që nxori ky zoti Progri, për tjetër banesë që ka blerë të ky ndërtues ish prokurori Besnik Muçi ka ikur në vettingu se quhej kontakti pa përshtatshëm. Po pse këtij nuk i quhet dhe ky rregjim me hanë me këtë? Po pra, pse krijon dy standarde? Pra, unë nuk e kam personalisht me te. Qartë, po të gjëra të bëjnë për pritshmërinë. Sa gjëra të Për pritshmërinë e qytetarëve që Demek Spaku do ishte shpëtimtare, po heroj i fëmijëve tanë, se Yuri Kim s'kishte fëmijë, po i fëmijëve tanë. Pra sjellje me shumë standarde për fenomene tjera. Dhe pranoj amor, si që amor dhe me Dumani, apo më përpara dhe me Kraje. Pra unë nështë kam qenë vetmi nga opozita, nga PD, që çfarë kam ditë dhe çfarë kam pa, jo të përshtatshme. Tek ata ja u kam thënë në kohë. Se të flaqma si të bëjnë masë, si që flasin sot, qoftë ish presidenti, qoftë Elia Meral, kur kanë folë ndryshe kur këta ishin, është, kur je person publik nuk duhet të flaqë vetëm kur ke hallin tek vetja jote. Do flasësh për çdo fenomen? Duhet të flaqë për çdo qytetar publike shqiptar, aq më shumë kur ke përgjegjësi publike politike që edhe në parlament. Nuk jam deputet. Madje kam ja 2 ditë që kur u pyet Berisha për Brau, foli si Dane Versi 97, si kur ishte vëzhgus nga SBE-ja. Nuk kam gjatha, po është gjithë konform kushtetutës. Sot pashja marrë për Maltezi, që kishte nxjerrë hotelin e Kushërinit Parti, dhe e përgëzoj. Është vonë. Edhe Kraje, si thanë hetuesi komunizmit, masi kishte Murrizi 6 vjet ja thoshte në parlament. Pra kur je person që ke përgjegjësi publike, politike, duhet të reagosh për fenomenin, jo kur të djeg me nerja jote. Unë s'kam folë kur për rastin e hetimit Murrizit një 5 janar 2022. Kur se kam përmend emrin prokurori? Kam bë vetë ligjore, kam fituar gjyqin për turbin e tyre dhe gjithë palaçot që ke ky pari. Tani ishte lapsus, kam fituar dhe gjyqin administrative për dëmsh problem. Por s'jam marrë me te personalisht. Edhe pse mund të kesh pas arsye. Po sepse kur thon lapsus është çka kam pat për thënë, ja kam thënë atij. E që pira që i bëhet Gjurgju dhe vret i ropë në semafore e thumë falë se kesh i pirë. Se jo pak kolege tujen, bëni shkum nga goja në ato ditë, kam qef 600.000 euro, të lejnë datë në qef euro Murrizi? Po veti ti këshem qeur sa? Ku të lejnë da, kush pastron euro ke unë? Lejnë da! Ta e nuhasin në shtu. Si kënë gjahon euro në ta. Lejnë da, të videre ke unë euro. Gjithsesi, betejë personale është betejë personale në drejtësi. Po për njerëzit i kanë përgjegjësi publike, politike, duhet të reagojnë parimisht. Pa nuk është se e ka marrë vesh. Sot meta që Ben Kraja ka qenë hetuesi komunizmit, ka fut në burg Arben Luçin, e ka kapë në vorë në korrik 19 mas ambasade, ka qytë vorë në zonë kufitare. Se sot e marrë vesh. Ai e ka pas 2 vjet shef të antikorrupsionit kur ka qenë. Edhe Berisha se ka marrë vesh sot. E ka pas jurist polici financiare. A duhet fol kur është vakti. Pa mas pilafit pastaj. Se duket nuk kanë rekorduar në oficerën dakord. Unë kam rezerva. Në kohë që majta mandati nga votuar me qep ligjet plotësuese për reformën e drejtësisë. Një pritshmëri që të kemi një drejtësi sa më të pakapur me politikën. Në fakt është e kundërta. E kemi Spakun në kapur, e kemi? Po sepse edhe shefi i Spakut ka kushërinë e parë deputet Ramës, edhe se vend shefi i Spakut ka kushërinë e parë deputetet Ramës.
Dhe ai që bën vetimin e 800 gjyqtarëve prokurorëve është deputeti Ramës, Kominçi. Si s'e ka kapu? Pash një koncert që ishte në fshatin Vajs. Po, ku ishte kryeministri i ftuar. Po dhe në krah ishte kryetari i gjykatës lartë dhe moderatorja ishte bashkëshortja e gjykatare e gjykatës apelit. Që zëvendësuar banë Osmani e Big Brother. Për çfarë drejtësie flas, s'ka ndoh kurrë. Pra dhe në regjimin e Enver Hoxhës kurrë një qele s'ka marrë në mikrofonin të bëj prezantimin e festivaleve. Ishte një lloj rregulli, kurse këta s'ka. Po tjetër. Pra, ka dalë çdo gjë e zbuluar që këta debatojnë me miq e thonë pse janë të ngarkuar politikisht. Jo, po janë shpirtërisht dhe po ti shikosh përgjimet e iranianëve, na patronazhistët dalin Dumani, marksist dhe Enisi voton Enver. Klodi patronazhist për vete, pra janë shpirtërisht të brimosur tek e majta. Dhe pak ofiqe edhe nera ja u bën ky Hajdari i qeverisë. Hajdarizimi i reformës, pastaj me reformë plot. Si komenton këtë reformën territoriale dhe Murizi, si pam ato të moshuarit në Bogradec që prisnin kryeministrin në orë? Nuk i pas. Si pe, a? Po sot në media... Futa kasetën e Van Damme, merr për të vjellë. Më mirë Van Damme se ajo, sa ata. ka pasnet Enveri i muaj e gjysë Bogradec, nuk ka nollë kurrë që t'ishte kaq e vështirë në një televizion që mund ta bajnë ata se kujdo që t'i thonin ne që kishim një gjiment qef. Njerëzit se mendojnë që po takojnë hynorin, por edhe ta bëjnë edhe ka shumë e vështirë, shumë e turp. Për herë të parë kam dhënë drejt Arjan Çan. Gojim, frymar, edhe njerëz pushtetar që tallen me fukarallikun dhe debillikun e këtyre gojimave, gjëna. Kam se çfarë, ja. Reforma territoriale për mua është një deshtim i plot i qeverisjes SPS-s. Qëllimi. Në 2015 qëllimi ishte për të shkurtuar shpenzimet e administratës. Në 2015 nga 340 komuna dhe 60 bashki që ka pas Shqipëria, kanë qenë punësuar 46.000 veta. Sot janë 100.000 veta të punësuar në pushtetin lokal. Dhe nëse do të bëhet 45, kanë për të punësuar 120.000 veta. Vetëm Bashkia e Tiranës ka 12.000 të punësuar. 2300 a 2500 duke se ka Shangaj. I kushton shumë buxhetit, apo jo? Taksave shqiptare. Po ne kemi le. Tem paga patronazhimi për efekte elektorale. Dhe reforma territoriale 2015 është reformë territoriale elektorale. Rezerva kam për qendrimin e Partisë Demokratike. Ato 100 apo 105 apo 97 bashki duhet i kishte çuar komision. Para se të mos merren në konsiderat kërkesa për zgjatjen e afatit komision. Pra t'ja kështë bërë shqiptarëve me dije në komision, edhe në parlament. Sikur se eftoj publikisht që qysh në 7 shtator që hapet sezon i ri parlamentar, hanë në parë shtator, duhet Gjej Kuraja, Sali Berisha dhe grupi parlamentar të propozojnë shrenjosjen e kalpsillikut dhe të pazarit qelbët prill 2008. Kjo protest, nëse nuk prish pazarin e prill 2008, ka bëjë vrim në ujë. Mendon që ajo është e gjitha Për mu po. Në moment që vritet gara tek i vetmi pushtet i cili burojnë gjithë pushtetet tjera në Shqipëri, që është parlamenti, është vrarë gara në çdo sektor. 106 deputeti ketë emëruar me firmën e Edi Ramës dhe Sali Berishës. Nuk janë më deputet, janë thjesht shërbëtor, kërmi, dhemje që lpien paradhomët e kryetarëve për i karriket tjerë në kuvend. Pra kur thash që këta nuk bëndet parti politike, unë dalë duhe herë në 2 ditë edhe shoh lloj. Edhe nga qenja 36 vite këtu, i njoh që s'janë gjithë të një menje. Por presionin ndërkombëtar, edhe presionin nga pjesëmarrja në shtator, duhet këmbgul në prishje. Prilli 2008 s'ka vrarë sovranitetin e votës shqiptar. Shqiptar nuk zgjedhin më pas prillit 2008, në pelë pas thjesht votojnë, si kohën e qoftë largu. Ne kemi modelet, jo Kosova, jo Kroacia, Slovenia, Austria, a Shqipëria i zonë zgjedhore, listat 100% hapura, një qeveri kalimtare, jo Rama kryeminist, dhe të futemi zgjedhje. Mas edhe këtu mund dalë një listë qytetare, nëse nuk bëjnë subjekt politik, por bëjnë një listë qytetare, t'jo paraqesin qytetarëve që të mos u humbi as i vot, nëse Shqipëria është një zonë zgjedhore. Pra për mu çdo gjë fillon aty. Ajo rrit servilizmi, bën parlamentin falso, rrit autokracinë të kryetarëve të partive dhe sjell këtë lloj qeverisje.
Si e ke parë Ramën këto kohë të fundit? Fakti që e ka zbutur pak edhe gjuhën në lidhje me protestues. Dje pash, mu duk si një konviktor që po e njëjtin shok se kështë e vjeh latat. Nuk e di. Vrapote? Ai si, me fjalë një hajdut latash. Latat kanë qenë ato. Latë e mbajmë dhe A e man. Po t'ja u shpjegoj Që në vogël, po. t'ja u shpjegoj brezit flamingove që majnë mendve të flamengo. Gjeneratës Z. Në fakt, dhe si hajdut latash, ti e këshin kap me latë falso ke Naxhia, ka qenë një atje në Buzhnjere në institut Buçor. Pra, sa ne shpiku ekosistemin, a thu se është inxhier hidro kjo, po ku di inxhier mjedisi. Po është mushmenja, sepse pushtetit e pruar, është mushmenja që është hyjnor. Pastaj për të humbë menja flet për kurbën e hunës, për mënyrën e dhënave, për drejt shikimin, Atë komunikimin me avatarin për zgjedhjen e stafit të ri qeveritar. Cili staf të ri? Po ato që vendosi që diskutojnë në Pogradec. Unë personalisht nuk them duhet qeveri teknike. Se më teknike se që ka bërë Rama, me njerëz që s'kan as i lidhje me elektoratin, Nuk ka. as i lidhje me PSN, as i lidhje me Rilindin, që s'kan dalë kur në terren takojnë qytetarë për vota, janë këta që janë. Është hera e parë në 36 vite unë nuk njoh 9 ministra. Nuk di kush janë. Si emra, po besoj që 90% e shqiptarëve. Po ti ishin njerëz politik, me gjithë rezervat apo kundërshtit që kam me ta, se janë kundërshtar politik, por që njëfja, kam njoh gjithë ministrat, na dhe njëshin e këtej. To nuk njoh. Jo vetëm një që i bigërnetës, që është ke banda frymore e kishës, duke të premte. Nuk e di se qa ministri e ka. Dhe nuk është problemi që se njohim, Nuk i një fasam. Grupi parlamentar, kolegu imi PSS, Paulin Sterke, ka pas një thanje per me i ministresh, me Evi Margaritin. Po per. Në i pritjet të një ambasade, i thot aja kush je ti? Paulini 5 mandate deputet. Dhe Paulini jep një përgjigje brilante. E se them do të media. Po duhet me pyet o Paulini ose Evi Margaritin. Po mirë. Gjitha që kanë qenë aty vërdall kanë majt brit nga e keshër. Kështu që Rama qeveris me drejtoret. Ministrat i ven kukull dhe men telefon drejt për zveti drejtorin e përgjithshëm, nga doni, nga Trëndafili e Shikut, kjo aguridhe që ka qenë në drejtoresh e shërbimit Kosovës u shkarku nga Vjosa Osmani dhe Kurti. Po, dhe ka ardhur. Ka se di vete ku ka ardhur, po. E ka si lartë më. Me gjithë drejtorët të përgjithshëm, ne një nga të keni qefë, tatime dogana, polici, i nuk, i merë në telefon dhe. Pra, ministrat janë kukull. Më kukull se kaq, pra pjesa teknike, s'ke ku i gjenë. Po, Sa kohë që tjetër, jo, nuk firmosin nga shtatori vjetë, në Afrika, që të bëj një qarkore të menqme që firmosin se vetë, që edhe kjo është antikushtetuese. Kështu që, po sigur Rama s'ka, se do meri gjithë tjerë teknisien si që ka marrë të. Murise, për ty, Rama si ikon nga Sheshja apo ikon nga ndërkombëtar? Të gëshëturat të dyja. Të dyja. Ndërkombëtar kanë qenë në gjumë dhe në rahatin e tyre të sajdisjes. Në më paguën po. Pra, kjo protest është grens që ka piskuar fort faktorin ndërkombëtar. Fort. Edhe sa do ta majnë këto me brav, me çelës, me sheqer, nuk mbyllet kollaj kjo protest. Për të reaguar. Dhe keni para reagime. Pra duhem gëshëtuar të dyja. Ne duhem, pas duhem jemi të vegjël si popull, në numër, por edhe në i farë servilizmi që duhem, pak në servilizmi e pak në shpirtit mëdhenj. Pra më shumë luftë dhe tifozlik kur ka zgjedhje në Amerikë bëhen në Shqipëri, se sa në çdo vend tjetër të Evropës. Ky presim ky ambasador i ri, nuk jam shumë optimist, se zakonisht puna ja do që të takojnë më së pari kokrat e hajdutëve që janë pushtet dhe në politikë, por që miqësisht të ndryshoj kurs nga që e harruara me punë, kur erdhi tha, ju kërkoj shqiptarëve të m'japin mend çat lexoj, çat ha, çat pi dhe ku të bre. Edhe ja dhanë deri diku. Këtë historinë e shtetit Bektashi e shikon si një shash, e shikon si një
produkt qeveritar. Shikoj që Rama është aq siklet si Hajdut Latash me gjithë ata partnerë që ai ka gjykuar që do t'i ketë aleat. Po s'mund t'i kesh aleat të gjithë një herësh duke i mashtruar gjithë për tjetën gjatë. Që kërkesë besoj e izraelitëve, ky mirë me Izraelin, mirë me Erdoganin, mirë me Melonin, mirë me Gjermanin, mirë me Biden, mirë me Trump. Edhe Mardiola Toska ka bëj këngë, thot mirë me vjerën, mirë me burrin, llafi mirë zbut dhe gurë. Ky s'mundet, nuk mundet. Kjo ka ceduar. Kjo është talli. Është një përçarje. Gjanë më të mirë në 150 vite që kanë patur shqiptarë, ka qenë harmonia fetare. Po pse i shtet Bektashis dhe jo i shtet katolikësh, për shembull? Me 4 kilometra katrore në Shkodër. I shtet ortodoksësh, Divjak Libofsh. Pse jo, për shembull? Dhe i shtet muslimanësh në Kashare, Vaqar dhe në Pes. Pse jo? Dhe këtë shkojnë në svelë se s'ka nevojë për këtë ma. Pra i lindi drejta çdo kujt për të ngritur një shtet në shtet. Të gjithë religioneve fetare. Meqense jemi me 4, katolik, ortodoks, Bektashi e musliman, të bëjmë 4 copa dhe t'jekë këtë. Nëse kjo do t'jetë zgjidhje këtë qërohet, hajtë ta bëjmë. Kështu që, bon ka falë këtë. Tokë të shqiptarëve, pa kaluar në referendum, ja ka falë italianëve në gjatër pleshës. Tokë të shqiptarëve, pa i kaluar në referendum, pa i pyet shqiptarët, si servili ja ka falë iranianëve në Mamës. Tokë të shqiptarëve i ka falë general Lisit, atit guardjes në Bregdet. Tokë të shqiptarëve do t'i falë i kushtet për servilizëm. Kjo është gati, aq servil dhe i përshtirë është ndaj të hujve, sa është dhe arrogant ndaj këtyre të pamundërve në Shqipëri. Kjo është gati të veshë qizme të bëj beton të rregullojë themelet e kushtet. Vetëm që ta ketë mirë me ta. Akademik Apollon Baçi ka thënë një llafe, që e ka lënë për zgjallë. Ky ulpiet atyre dhe i thotë: "Bëni me Shqipërinë çfarë doni, ne mund të bëjmë me shqiptarët çfarë doni." Po ç'është ky shteti Bektashi? Shumë mirë. Gjetje është. Ka ditur të qëndrojë, ka ditur të mbajë. Sa kohë që ne si popull, unë e them me humor, por është një realitet i hidhur, në 4 vite për çdo qeverisje shajmë dhe mallkojmë për rritje çmimesh, për arrogancë, për hajdutlek, për harbutëri kur shkon dhe përplaset dyrë dhe institucionet e dorë. Dhe kur vin zgjedhjet voton në maskaran që shef listë, nuk jemi më të pafajshëm. Jemi fajtar. Pra, unë mund t'i gjykoja shqiptarët deri në 2 palë zgjedhjet e para. 91, 92 dhe zgjedhjet lokale. Po 11 palë zgjedhje lokale, 11 palë zgjedhje qendrore dhe thush që unë nuk di ja. Kjo shejton nëse shit votën për i tras millë për 5 lekë qelbër. Se ai nga Fukuralliku atë ta merr në 2 bileta autobusi, po të ngrejti çmimin nga Vlora në Tiranë. Do ta ka ngrejt. Ne blejmë naftën shqiptarët, edhe pse nxjerrim 2 milion ton naftë në vit. Dhe blejmë shtrenjtë se sa Gaza, Palestina, Ukraina dhe Rusia. Që nuk e di kush është në luftë. Jemi ne në luftë pa ata. Ne jemi në luftë, jemi lef me veta. Mërzi, a mendojnë që protesta në shtator duhet jetë më refraktare, duhet jetë më fort, duhet jetë jo kaq e pashtë, jo me thirrje, jo me këngë mbase veta. Ju thotë, edhe kjo ha diskutim, siç kanë qenë kundër etiketimit të mitingje jo kristofëdaj që i quante mosbindje civile. Unë kam qenë një vetmi që thoya, s'është mosbindje. Mosbindje civile nuk e thret një subjekt politik, dalin qytetarë vetë. Kjo s'është protestë. Ka në tubime sensibilizuese. Nuk është protesta, siç kemi parë, francezët djegin Parisin. Grekët zbresin nga Kreta anija me huj bishta kazme dhe i hyjnë Athinës marë. Gjermanë fikin makinën në rrugët. Pra protesta shprehje revolte shpirtërore nga gjithë padrejtësitë që t'janë bërë ty si individ, por dhe shoqërisë në përgjithësi, sepse shoqëria nga individ ka 5 milion individ përballë. Pra ky është tubim sensibilizues. Nuk është protestë. Protesta qytetare jashtë thirrjes së subjekte politike, unë e shoh ndryshe. Dhe ashtu do të doja ta shihja, sepse arroganca, jo vetëm e pushtetit, por e klasës politike në përgjithësi, duke u përpjekur të bëjnë një luftë hipokrite dhe ruajnë pastaj duke bashkuar votat, siç ndodhi në korrik 2024, për mbylljen e listave, siç ndodhi për zgjatjen e mandatit 2 vjet të fllëqësirave të KPK-s, së vetimut, siç ndodhi për amnistinë, ku tentuan të fusin dhe bankës për të penale, duhet ketë një mbledh dhe një revolt qytetare
për të gjithë klasën politike. Pra duhet një protest, jo një tubim, jo një paragalim. Ky është tubim sensibilizues. Dhe për mua thash, qëllimi më të madh, atë mirë më të madh që ka për shqiptarëve është sensibilizimi i faktorit ndërkombëtar. Që nga Kimetja, Vlahutina, Don Kirgistani, Soreka, e lloj kloni që ka gjetur. Është paraqit situata në Bruksel që kur këtu shkojmë punë në vaj. Sot nuk e di se sa as kuqen as verdhët, këta ndërkombëtarë që kanë raportuar që Shqipëria i ka punë në rregull. Por duhet kthehet nga tubim në protestë. Okej, mbetet për të parë Morici, faleminderit shumë. Edhe unë falenderoj shumë. Surprizat në protestë nuk kanë munguar. Në fakt në sheshin Skënderbej ne shikojmë që në njërin krah të tij janë mbledhur një grup aktivistësh apartiak, të cilët janë duke mbledhur firma për një memorandum që lidhet me ligjin 21/2024 që ka të bëjë pikërisht me pronat në Bregdet. Është një iniciativë e cila vjen nga disa shtetas shqiptar, të cilët kanë jetuar jashtë, por që në ditën e parë janë qenë prezent në protestën e nisur si revolucioni Flamingo dhe sot janë duke ndërmarrë një iniciativë e cila pritet të mbledh firma për ta çuar më pas për një ligj i cili do të shërbejë si një referendum. A do t'ja dalin? Mbetet për të parë.